në punën e tyre. Konsideroj unë. Po, krejt përfund, Krasniqi, duhet pyes diçka për situatën aktuale politike, ju jeni, a mund të themi, kështu ligjërisht ushtrues detyrës si zotriu të parë, me qenë se zonja Axhiu është ushtrues detyrës së presidentes, a keni benefite, a i shfrytëzoni, a ju takojnë ligjërisht? Nuk kam shikuar në lidhje me këtë dhe nuk kam nevojë për kurfar benefiti, pra për mua mjafton kjo që jam antari KQZ-s, se kryej punën detyre time, jam prind dhe kryej detyrën time edhe si prind, jam edhe aktivist civil themi, por dhe i lëvizjes vendvendosje dhe kaq më mjafton, nuk kam nevojë as për mbrojtje, as për çfarë do të themi luksi ta quajmë, që ndoshta të tjerët shumë e kanë pasur qef, po që ne duhet të japim shembull sa më lart në pozitë, aq më shumë duhet të jesh shembull për qytetarët, për thjeshtësinë që duhet ta kesh, po edhe për ruajtjen themi edhe të resurseve që ashtu kështu ky vend i ka të kufizuara. Faleminderit shumë për prezencën sonte.